Selamu alikum të dashur miq të RTI-s. Mirë se po takohemi sërish me emisionin e radhës Rruga e ndriçuar me hoxhën tonë dhe tuajin profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, emisionin Rruga e ndriçuar me hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi, përveç pranë ekranit të televizionit, mund të ndjeni dhe në YouTube, po ashtu në Facebookun personal të hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuam, selamu alikum, mirë se erdhët në emisionin Rruga e ndriçuar. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë gjej. Pa humbur kohë, a filloj me pyetjet të cilat na kanë arrit në redaksi. Pyetja e parë thotë, unë kam një vajzë, a është e lejuar me ja shkruaj tërë pasuninë që e kam vajzës, pasi nuk kam fëmijë tjerë? Qysh me shkruaj pasuninë? Me lënë testament, po sa po e shoh më shkruaj pasuninë. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Se duket kë, ka një vajzë nuk pret më pas fëmijë tjerë. Vajza i ka 2 prind. Nëse vdes baba, nana trashëgon. Baba i saj me gjas ka vllazën. Vllaznia e tij trashëgojnë. Baba i saj nëse ka babë e nanë, ata trashëgojnë një pjesë djalit vet. Baba i saj mund të ketë motra. Edhe motrat e kanë hisën e vet. Kështu që krejt pastoria nuk i takon qikës. Tjetër sen është që lëshojnë pe motrat, hallat e qikës, motrat e tina, të thëjnë së na vynë një vepe, sens për na vynë. Pasunia jote, leja vladit tënë, por ligjërisht kanë hisën te. Në kësa raste, kur vdesi Zoti i shtëpisë, do të më thjerë dikën që merr vesh në trashëgimi, edhe me tregu kush ka mbet për anëtarët familjes, edhe sa kanë pasuni. Dhe ta i tregojnë. E pastaj, a lëshojnë pe, tërhiqen për shembull motrat, a nuk tërhiqen, që të shqiptarë zakonisht motrat tërhiqen nuk marrin hisë vllaznia, zakonisht, por të drejtë kanë. Dhe vllaut nuk bën me të hatri, nëse motra thot për du hisën të. Sepse ka dhe Zoti, e qysh ti e kundërshton një dispozit të Zotit. Po jo nuk dën me marra, jo, thot, jo, më qëfare. Kuni me që të burra, le të bën burë pasuni vetë. Ate kom burë, le të bën pasuni, këte kom vlla, po du me dha hisën të, me hela me se marrë heqë. Nera ju rritë. Por tërë, këtë pasunin të vajza, nuk është në regullë e punë është. Po. Pranojmë telefonat. Alo, selamu alikum. Alo, selamu alikum. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Esta me vetë, për shembull, për boni se prej njeri, bovaki, dikush, prej që aty në pen rakin, a prej shpuna, a ka dërë. Edhe herë? Se për shembull, kur të prej njeri kurbani, që i ka për 7 kurbana, a ka dërë dikush si pen rakin, a prej shpuna. Tamam e kuptuar. A mo ata e prejnë të tonë për Bajram? Po për Bajram, për kurban Bajram. Po shtatit marrin hise, 7 hise të gjithë e prejnë për Bajram, apo? Po. Mirë, po dikush për i tyne, bëha kje përdor edhe një haram, për alkohol. Po dhe për alkohol, a bon ashtu ajo. E qartë, tamam. Faleminderit. Atëre e merrni përgjigjen për hoxha. Jesta edhe në pyetje me bon. Po urna. Po. Urna. A bon me shpi vaktin për vaktin, a bon me shpi
nëse ki farpuni për zotin, masane me falë. Me shty, dhe t'i ka lënë afat, t'i ka lënë koha. Ki farpuni për zotin, apo në me shtytën me falë ma vonë pak. Po, kje pak ma vonë, mi shtash të rgaj. Faleminderit. Salam aleikum. Po djeshtë edhe një. Edhe një, hajde bismillah, edhe një. Po. Nani. Djeshtë me sabahin, kur të falë njëri sabahin, kom një, kështu, jo të hoqë, po kështu. A ka deshtë masi të falë sabahin me fjetë. Allah i ndëroft. Tash e veni për gjithë. Kom një, vallaj, kështu, thash mu ka bo marat. Faleminderit, salam aleikum. Faleminderit. Allah i trujt, Allah i trujt, Allah i trujt. Pjeni se pejtë funit. Me fjetë ma sabahit, ban, gjithë se si ban, por gjumi ma sabahut nuk është sigur se gjumi para sabahut. Gjumi ma sabahit nuk është sigur se gjumi para sabahut. Subhanallah. Që ka lanë Zotin këtë formë, këtë mënyrë. Pa marësisht, a është sabahin 6, apo në 4, apo në 3, nëse duke në hala më heret. Gjumi, pas sabahut, ndryshën krejtësisht për gjumit para sabahut. Ndash verës, ndash dimnit. Gjumi, para sabahut, është ushqim i trurit. E pushon trunin, e pushon trupin. Pas sabahut, e zbehat efektin e vetë. Në anën tjetër, gjumi, me njëherë mas sabahut, nuk është i preferuar. Nuk thami ndalun, të s'ka ndalesë. Nuk është i preferuar. Thëma ndryshe nuk është i livdushëm. Sahabët, gjeneratat e para, e kanë rejtur me fjetë me njëherë mas sabahut. Minimumi, deri sa të lindi dielli dhe të ngritë dielli, sa një shtizë që mundesh me falë 2 rekate. E që i bie, mas lindjes dielli 20 minuta dikon. Qëtë kohë, ata e kanë lidhë, e kanë justifikuar, kanë rësëtu, këtë kohë në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, burike li ummeti fi bukuratiha, i është dhënë bereqet ummetit tim sabah heret sabah. Andaj ata kanë shfrytzu këtë kohë ma sabahut me dhikr, me lutje, me dua. Sa që një herë, tash fjala ngre fjalën, ka shku të Abdullah ibn Mesudi pas sabahut, dhe kanë trokit derën, dhe kanë thonë, bërëm, kanë thonë, mos je fjetë, mos je flajt, që shtë për mëndoni për mua, që ka është burë të likë për mëndoni mu, që në flajme nërma sabahit ta. Jo njerës, në flajme nërma sabahit ta. Për mëndzan bereqetin e ditës. Dhe subhanallah, këtë e kumë vrejtun që për full, që i kibër para ti. E kumë vrejt vetë. Me bo me fali sabahën. Me bo me fali. Se në fali për ditë, për me bo me ra ma sabahit. Me bo stak për rrëdha. Me bo me ra më nërë ma sabahat. Qatë ditën e jam, dhe që është nej, s'pë thëmë se i trullu shumë, por dhe se më duke të huj bereqeti ditës. Më del dita për i dore, ma sensu i kapin ditje. Gjatë ditës.
Po që se shty gjumin me gjithë lodhjen e madhe, kura nata shkort, e dhe të më zgjuh heret, e kera vën, e lodh ditën, e s'kan mjaftu që atë orë për gjumë. Dhe me zërë shty, dere sa të ngritë e djeli pak. Një orë gjysë 2 ma sabahit të zamë, për shumë ora 7. Dhe bi pëshaj, 20 minuta gjysore, infuzion. E qka dalaj? Sepse shtyva nuk flasht me nërma sabahat. Këto sene, tash me përthaku këta, nuk jenë këto paqare, natyrisht. Tash dhe të më këthyjën edhe me folë për me gjuhën e këtyne punëtorëve, vllaznëve, motrave, të cilët detyrojnë nejt natën vënë, s'kanë qarë për fletë pas sabahit, sepse kanë shumë punë ditën e... Unë për shembull çifti jam në flejnë drejka pak. Unë zakonisht, që e quajnë në terminologjinë fetare islame kajlule, nuk e hahuqëne. Tash a vlen 20 minuta, a vlen karrik, a vlen batanie, a vlen shtroj tamam, a vlen me kanë kërë dëkun të vëzit, veç shtetan dëkun flej, kjo nuk ka më rëndësi. Më rëndësi është me quqat kajlule që atë sënet në vend. Sepse truni është programu që ashtu, po dikush nuk mund flen ditën, sepse gjinja punojnë, se kanë kohën e ndorë. Andaj pa qarë flet ma sabahët, dikun sabahën të rrët natësa. Kështu që bënë flet ma sabahët. Për mos mja vështërësu këtina, po më që kompliku përgjigjen, ma sabahët bënë me fjetë. Ajo qka është e orejt ne, me flejt është pas akshamit, me hadith. Dhe më thonë, hadith nuk ka për ma sabahët, nuk ka ma si qindis, hadith ka që është e orejtne me fjetë vetëm pas akshamit. Për pas në zorët më dha, ka shku njëri në punë, ose ka përjashtime, dhe nuk që është haram, por është e orejtne. Është e orejtne. Kaq. Çështja tjetër, namazin me shty, tha me shty namazin. Sa pa më ndërin dëruar me shty namazin. Sepse, kur themi një me shty namazin, ta zami, a bora non po, non ka hjatësia. Për shamu, sa për shtin këto, po? Non në pak diçka. Po, ose akshami ka hy, sa ka jenë akshami, ka hy akshami, për atetve, ka hy të? 7:35 ka hy akshami. 9:17 hjatësia. Tash, 7:35 hynë akshami të naktu në Kosovë. Tha ta bërë me shty. Sa për të me shty? Prej 7:35, deri pak para 9, ti pas ka vakt më falja akshamin. Ose i qindja kur hyn 4:30 apo në sa hyn, 25, 4:30, deri 7:30, që i bie, a bie 3 orë? 3 orë i bie. 3 orë të plota. Dhe më se në fund me fal atje. Për ndryshe, nëse se fal 4:30, se fal 5:30, 6:30, në 7. Ta shë shtyve, normale kjo punë, këtë në regull është. Ama nëse shtyn me i doll, me hiko akshamit, që kjo është dhje kuqe, pika kuqe, dhezet, tap, sikur sa të në samafora që dhezet, drita kuqe, i shkele kufejt. Këto, kjo nuk bëmi la më të kalu. Sepse Allahu ka thonë, ina salate, kanet ale muminine kitaben më vkuta, vërtet namazi, për besimtarët është të caktuar në kohë të caktuar. Piksa e pikin këtë pik, piksa e pikin këtë pik. Mrena kësaj, pike dhe pike, fale kur të dush. Por jo më heret, por jo më vonë. Para se të manim telefonatën, apo na tregon edhe për hisenek të kurbanit, nëse njënë për ty në është... S'ka dërt, nuk ka dërt. Nuk ka dërt. Për dirë sa ta në kam për kurban, a i haram në ka për veti. Që kjo për në rakip, që të rranë. Se rranë për do këtë gjëna e vëgëla, që të rëhin komat, ke shpine ka maru me kredit me komat, pësa kjo pak për do këtë harama, që të rëtje është rëshfet, është fajdegji, është belagji, po kurban prejnë. Apo? Pra, këto haramat më dhanë, të në haramat më dha. Pa haramat të më dha, nuk në ndaloj neve me bashkëpënu me te në qatë për shambull niftarë, në që ke kjo? Kurban. Nuk në ndaloj neve, nuk në pengojnë ajo. Ajo ka gjënahin, e vetë për qatë mund që e bënë, në ashtë të naru në zëtë kënë gjënahet tona, dhe në ashtë të kënë gjënahet tona, apo të tjetë kanë gjënahet të ndryshme,
ton kanë gjënape, inshallah më dha ju, ama kirakia është e madhe, po. Po diçka që na ndalon për mos më inë hise me dikon. E tani këtu kanë thonë në lemat, po, këtu kanë thonë në lemat. Këtu kanë thonë, po kjo është temë që na merr kohë, është më mirë kur afrohemi për të kurbani. Për ata në pyetja e kanë tonë për kurban, qëllimisht të pyeta unë. E kanë për kurban të tonë, sepse kanë thonë, për shembull ulemaja tonë Hanefi, nëse një prej tyre të shtatëve ka veç për mish, i bjen të tonëve, s'bën, do të më kanë tonë për kurban. Allah ndroft. Pranojmë telefonatën. Alo, selamu alaikum. Salam aleikum. Aleikum selam, rahmatullah. Keni pyetje për hoxhën? Po dashta një pyetje hoxhës. Urnoni. Ja po, bismillah, më falni se jena pak të shqetësuar me një ngjarje që na ka ndodhur dhe ki pas vjerrinën në pushim këtë. Edhe fatkeqësisht burri nuk e ka nënën, e ka njerkën. E kemi nxon njerkën që na ka marrë diçka, që na ka vjedh diçka. Edhe do më thonë s'është hera e parë, po që se rani e kemi nxon, kështu bash të e marrë, që e ka marrë, për dësa në tjera nuk për e pranon, për diçka e ka pranu, se që ato që ja kemi bo e ka pranu. Dështëm një këshill për i hoxhës se kemi lanë tash kunatin e madh me fol me sqaru dhe një herë, po dështëm një këshill për i hoxhës, qa po na këshillon me bo se nuk ka e vlad vetit, jena mënu ma shumë nështë se për nana tonat, si une, si nuset e vllaznive tjerë, jena mënu si për nana tonat për ato, po na ka ndodhur që kjo tash nuk po dim çfarë më bëu, dështëm një këshill për i hoxhës se Mirë, tamam. Allah me kanë jeton baba vjerrët. veç me grua dhe me prind. Kush Po me nuk ka prind? ndodhur në Kosovë, ka ndodhur këtë. Sabër. Po, Të the, jo nana e burrit tanë, po njërë ka burrit tanë. njerë ka se nana nuk e kanë. Mirë, që aje njërë ka burrit tanë, me kanë jeton, Me burr, me plakun, me vjerrin tanë, po, veç ata dy. edhe me vjerri. Po kush janë ta vjerri, edhe vjerri tjerë kana? Po, vjerrit e tjeri kanë, po. A do me thonë, burrit pas ka edhe babgjysh. Babgjysh e gjyshe. Katër vete të jene ta. 4 vjet, po. Mirë kalojnë me zveti, ata mirë kalojnë me zveti. Po, mirë kalojnë me kry. zveti. Mirë kalojnë me zveti shumë, si Po mund kryjnë vete, tamam. A shumë sa një qmushëm e hupa të, sa një madhe qmushëm. Valla hoxh nuk nështë nuk. Mos kallëzëtive që sa një qmushme shumë që trajta, atë vogla. Jëm edhe të vogla, edhe të mëdha, Tamam. edhe nuk është hera e parë çdo problemi. Po, Edhe gjithmonë na munu, jënë munu fëmija mi të kallëzu, që po asë kësaj ju ka besu, me njerë se ka këthy krujt apet, që ju ka besu fëmive, e që Po, ta është... faleminderit. a falet njerë ka, a falet. Jo. Po ç'ashtu pra. E na falim, fëmija falen. Mirë më të mirë. Tash e merrni një këshill për hoxhën. Veç Tamam. dashta me të cekë që ta se shumë e rëndësishme se e kemi një guta një shumë legjërata, shumë se për shembull a pe respektojmë kështu është që s'ka krejt. Do më thonë, ma shumë se nona tona, ndoshta veç mos me vrejt mungesën e vladën. Tamam. Po. Allah nderoj, faleminderit. Faleminderit Allah, ju shpërblet. Amin dhe juve. Ma shumë se nana tona është pak e egzagerune kjo punë, është ma shumë se nana tona, po respekt është respekt. Njëri që ka kulturë i respekton të gjithë. Në veçantini e kemi thonë sa herë, ndoshta motra ka dha të qëllime. Gruan e babës dhe të me respektu fort. Kërkush nuk për thot me dash si nanën tonë, sigur se rejave. Kërkush e rejave nuk i thot me dash vjerrin si prind të vetë. Së është absurde e punë. Mos kërka për njëri dhe që se ka obligu zoti. Mos kërka për njëri u diçka që e ka vështira jo. E ka shumë vështira, gote ka të pamundshme. Qysh për do me shtiti me dash vjerrin si që do prind të vetë të ajin. Tok të bukës kon. A si kërkon tok të bukës heq. Andaj mos kërka, mos i kërka njerëzit për te mundësie. Por, respekt. Dhe kjo ka vazhduar. Të muslimant, as të shqiptar ka vazhdu. Me respektu vjerrin, po me respektu edhe gruan e babës, me respektu. E tani edhe pejsajna varet shumë. Për shembull kam njerëz, shok të mi, kolegë të mi, hoxhallare, të tjere, të cilët i kanë pas njerkat, i kanë pas nanat. Edhe ata, jo një herë, 10 herë kanë cek, nuk mujna me dalu njerken për i nanës, nuk thënë ma shumë.
Për nuk mujna me dallu, sepse aje ka ditë mi afru. Shumë është për rëndësi kje punë. Edhe në anën tjetër, me ditë mi afru. Njerëzit. Njeri ju dhe të me pas kultur me i afru të tjertë, mjau imponu në njërë figurative, mjau imponu të tjerve me dash ty. Mësuesi i mirë, për pas që jep mësim nxënësve, aja imponon vetën e vet, pa vërit nxënësat me dash mësuesin, po, që mësuesi i mirë është. Anëpse dashëria ty, në mësë dashëri nuk e pengon këtë shumë, e ma në orën e del. Por këtë dënë me kanë më shumë se sa mësues apo mësuese. Andaj, do të mi bënë nxënësat, pe klasës parë dhe para shkollorë, dhe në universitet, me dash profen. Me dash profen. Apo ati me dash dyre të kërtari shtetit. Së është etika, ahlak. Ahlaki është i shtrejt, i vështirë, a më paguat shumë. Për ata njerëzit, subhanallah, njerëzit në suksese nuk të fajsojnë shumë. Fërën s'ka mujtë ma shumë, me njerë që justifikojnë, në sjellën nuk që fajson kërkosh. Apo? Kërkosh ta falën sjellje, a ta falën sukses, thët nuk ka mujtë, s'ka pasë në dorë, ose ja kanë trubullu, ose kanë lanë, por ka qenë borë i mirë, ka qenë i sjellë shumë, ka qenë modest, vlera e në këto. Ta pse ti groj e babas të princes nuk hija, të mbretënesh nuk hije. Mirë, pa të respektojnë, respektoj edhe ti. Respektoj, duj, respektoj. Dashëri është e mramshme, po shfaq që në lloj respekt dashnije. Tamam, pa dashme zot, kjo këse përgjithshme këshillë përgjithshme. Përderisa i motër, përderisa baba i burrit, vjerët të qenë mirë menuset vetë. Mos shprosni kur gjë. Se ka levre, ka ma në sate i telefona me zbate. Nuk bëhet nami. Krejt që ka më në bëni hera tjera, me pas ma shumë kujdes. Mos me lanë fort vetë, mos me lanë senet në për tavolinë, për senet e qmushme, parat e këta diunë, mos me lanë gjithkone sa artanë, sa arin që e thëjnë po, dishtë në altanën, arin, stolit, më pas ka pa kujdes. Kur gjë, mëse prishni jetën babës, plakët me ta, për dhe sa plakë është i knaqër me ta, pas ta i kesë për falë ka namaz. E që nuk kupton, nuk e din frikën e Zotit sa dohet. Sepse robi që është i lidhët me Zotin, dhe shef, dhe din që Zotit e shef, që është e mërmallin e huj. Pa di që për më ka njëri hajnë, dhe sa dhe më ka bërë i ligë. Dhe mërë sa dhe më ka bërë i ligë, ose gru i ligë me vjedhë. Dhe interesant shqiptarë të tonë, nuk e kanë shu grunë për shamë të së falë. Apo? Jesë e kanë shu. Grunë e kanë shu nëse ka vjedhë. Dhe nëse në moral, se kanë e burë të më. Kaqë. Pse s'ka punu, pse kanë demilic, pse kanë lafazane, pse këto i kanë menagju. Gratë nuk e lëshu për që atë. Pse se kanë e bukore, pse ashtu, pse se kanë lëshu gratë. Por nëse gruja vjedh, nusja vjedh në shpet këtë bashkallakot, në ven, e kanë lëshu. Pra vjedhja është një ligë, o shumë i ligë. Ama namazë është halema i ligë, lame e namazit. Allahu ka thonë, në salatët të nëha në lëfahshai wal munker, namazet ndalen nga punë të pista. Wal munker është sen të këqia. Alkoholje, bidhje, rënë, bigjozje, të në punë, munkerat, punë të këqia. Andaj aji që falë namaz, për Allah, namazë ja frytën e vetë, shkënë në përkazinët natësa? Allah i shkënë.
Pin alkoholeja, kore për jetë. E bën ka boll njerësin e huja, ja, më çfarë. Edhe rrjedhimisht, edhe nuk vjedh, zvjedh bre. Por nuk fal namaz, anë senet vinte të anë tjera, ta ndaj për hatër të babës, të plakut, këshilën për dirë se do marrë këshilën, tem, këtë punë shkone të zvoglu, inshallah Allah të drejta në dhëzën, kalojnë të mirë ata kaq. Kemi një telefonat. Alo, selamu alaikum. Selamu alaikum. Ju lutem telefonuesit që t'ja nalë të në televizionet dhe të komunikon me neve përmes telefonit. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam rahmetullah. Urnani keni pyetje për hoxhën? Po, zotri. Urnani lutem, nëse ka mundësi t'ja nalni zonin televizorit. Ja kom nalë televizorit, po drejt pas drejtë që tash. Hajde, bismillah. Zotri, e qova një foto, e pata një pyetje ndaj hoxhës. E kom bo një sadak për vllallë për ne, po kanë myt 2021. Po deshta m'ja bon, edhe jam i këmigja nuk ka pas të mi. E deshta me vetë hoxhën, e më karat toka, e ku maru shpin tokë tina. Deshta me vetë hoxhën, a ose vop mi maru një qasi pusi që i thujmë na me ujë. Bunarën në Afrikë keni hapë. A ose diçka me bo diçka për migjën edhe për grut migjes. Migja ka vdeka, po? Po migja me gjithë gruas nuk kanë pas mikë, kur gjeshtu babe ka do tukën me mirë me vlasnit vetë, po unë tash më karohi se jam mirë tukë migjes në ta. Tamam, Allah që përblet. E unë e ku maru shpinë ta, e kom njetë edhe para shpije me qitë një qesh me një bure, një qesh me kështu për me pi gjoje. Allah që përblet. Me kështu zajt uj, po edhe që ca do këtë deshta mi bo në Afrikë, ose cilën që ma jep mi dhe bon, a to në Afrikë që to, a është s'ki tjetër. Mirë, Allah i ndërov, tash e merrni këshillin për hoxhë. Allah që përblet. E faleminderit me respekt për të gjithë ju përshëndes. Allah i ndërov. Allah i ndërov, të Zotë të trujt, inshallah Zotë ka mëshiruar migjen tënë, ty trujt Zotë. E ti je një pi mirë menon për migjen. E migja si baba për ata që ka këto që kanë kry, edhe ka këto në zemër, iman, bindjen Zotin, migja është si baba. Migja shumë i afër, daja është shumë i afër, halla është shumë i afër, tezja është shumë i afër, madje me hadith tezja është nanë, si nana. Këta janë rrethi i dytë me një herë. Rrethi i dytë i njeriu që janë këta. Andaj insanit duhet më ka për ta, mos më lëshu këta, sa të janë gjallë, edhe mos e silshin mirë edhe. E pasi të vdesin, më lutë për ta, më kujdes për më lutë për ta, më dhënë sadaka për ta. Në veçanti nëse përfiton për pasionisti, sikur se në këtë rast pasionist migjes, më dhënë sadaka për te. Ty Allah që përblej për njetin e mirë, qëllimin e mirë, edhe që po thume hap një pos atë një farë kronja, diçka të shpija, me pi hajvanat, e shpeste, për shpirtina, po edhe në Afrikë dikon atje ku. Allah të ndëroftë, ta pranoftë ja Rabbi. E migjet të në mëshiroft. Zotit trujt. Shkojme një pauzë të shkurtër dhe pasaj kthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar. Selamu alaikum të dashur, mirë që jemi rikthyer sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, para se të pranojmë telefonatën, të lexojmë një pyetje të cilët na ka rrit në redaksi se po jemi hak këtyre pyetjeve. Thotë, a lejohet me çep fustana për mbrëmjet e maturës, fustana kabriolet. Kështu e ka shkruar. Kjo është me po hajgare. Hajgare kjo. Po kjo punë hajgare. Fustana të mbrëmjet maturës. Po të pa hajgare kjo punë është. Sa të kur thush kabriolet drejt që e punë është me po hajgare. Hajgare nuk bëhet, haram është haram. Haram në halal nuk me bëhet. Ato mbrëmjet matura janë haram, dhe çdo sen që shkon në çat adresë është haram. Ai pranon lokalit që jep lokalin ka haram,
ai që organizon e ka haram, ai që shkon e ka haram, prindi që lejon vajzën e birë me shku aty ka haram, dhe rrjedhimisht edhe çaj rraba qepse që qep tesha festana për çat mbrëmje ka haram, këtë haram. Nuk diskutohet apo. As kisha diskuton atë punë. Sepse të bëhen haramat më dha, Allahu na ruajt. Apo në ndërmjet edhe një pyetje që lidhet me këto, a lejohet me i bë vetlla tatu se më kanë ra e jo met pa vetlla? Jo, nuk bën. Tamam. Po. Alo, salamu alaikum. Aleikum selam. Do shta me pyet hoxhën, a është gjuna me numru dhekrin, istikfarin se mu ka pik, mi ba ka 1000 herë në ditë, jam të i ba vazhdimisht, edhe do shta me ditë që ka dalim së prova edhe dënimi ose klarja e gjunahit në këtë jetë. Allah i nderoft. Faleminderit. Faleminderit. Nëse e bëjmë një farloj traditëni që pra 1000 herë me thonë la ilaha illallah në ditje, ose 1000 herë me ra istikfar, ose 1000 herë me thonë subhanallah, dhe forma tjera të dhikrit, kena ka gjatë keqe. Së pari, ne po i dimi se nuk është me sunnet më kanë 1000 ose 100. Andaj s'po kundërshtojmë sunnetin një, s'po thojna që me sunnet, nuk thamë kur gjë. Dyta, lejohet njeriu me pas një numër të caktuar të punëve të hajrit nafile që i banë. Me ditë paka shumë robi vetën ku pa shkuash dhe sa për ngritet. Jo të konsideru se është sunnet, por përminajt veti gati që me ditë sa herë për përkëtej Zotë më rana ditës. Nuk ka arsime që në bidat kjo punë. E bidat, kalën bidat, nëse me ndonë se për shambull në për natën në rëgaibit, të zami, i gjenë dikon atje se do të më të shumë me falë 100 recate me bëkto, ka e morë ata. Ta po më kalëzëmo me thashëthanët dërveshve, e të sufive, ka e morë ata, po me hadithët të shpifura, andaj automatikisht konsiderohet bidat. Por nëse një natë, te i këty dhe falë 100 recate namaz në file, ke nuk është bidat. Sepse këtu, veç, të dha më falë, po ki qef më falë, s'po më nëshë më ngopë të falë, o knaqë nata gatë, dikun kanë natë 15 orë. Ke flej ditën boldi dhe ibadet, namaz, kur të qërë sa falja, 100 recate në ashtë e kom falë ty, bendin ashtë 100. S'ke bo bidat. E tash këtu 100, aty 100, pëse të parën bidat, sepse ke mendu që e senet. A në fakt nuk e senet. Sunet më falë namaz natë. O të hëgjët bëhi nafilet e lekë. Falë namaz natë. Tamam? Edhe për dhikër. Ne kemi dhikër të caktuar 33. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Edhe më fat la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa hamduhu ala kulli shay'in qadir. Allahu akbar 33 herë. Tasbih që ngrihëm. 100 herë la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Këto s'bën me shtu, s'bën me paku. Janë me sunnet. I shtojmë, e prishëm, i pakojmë la mango. Do të natë nanë.
100 La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Por jashtë kësajna, nëse unë e bëj 1000 herë dhe i shënoj 1000 herë, nesëra 1000 herë, pas nesër 1000 herë, hera 30.000 herë, hera 10 muaj, o bon 300.000 herë. Apo? 300.000 herë. Kjo është madhështi. Kjo në rregull është. Fort në rregull kjo punë. Kjo për kuptu që të për e kalit, për adapton, për trajnon vetën tonë me bëdhe dhikr shumë Allahun. Të bareke o ta'ala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thati sahabis kur ka thonë ja Rasulullah, tregom diçka që ka kap me bu punë të madhe, kanë la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Vazhdo në stop gjuha jote mos nalet, mos të thahet të kujtu Allahun. Të bë dhikr. Po ne pyetim duke të patë një. Edhe një patë. Po, ishte tha sprova. Po, dhe në djellimis, nëse ke telefonat mërë se kema gatosh. Po, kemi telefonat. Alo, salamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum salam. Keni pyetje për hoxhën? Po, e kam një pyetje. Urna. Ka thënë për shpifjen që ka shpif. Ta ka bot pa drejten. Çka thonë për shpifjen? Ka shpif. Për mua, lesh në për mua ka shpif, unë jam motër muslimane, e mbuluar, të 35 vjetë, jem konë me ta, e shumë këna kalu mirë, tashte, a i ka shpik. Dhe i ka prish vllaznillakin. Dikush për familjes, a? Po, po. Për familjes, a i ka prish, a i bile u shku edhe në numre, a me lot vetin s'flet. Vllaznit vet s'flet. Po, faleminderit. E mund pyetjen e mëhershme që patëm për sprovat dhe lëmet e gjunave, pastaj kthehemi te kjo hoxh. Sprova është kuptim i gjanë. Është kuptim i gjanë. Nga një njeriu i përzihet insanit, është thjesht sprovë prej Zotit me testu imanin e robit. Sinqeritetin e devotshmërinë e tina, sabrin e tina. Apo me ngritë Allahun drejtë e lartë. Ja qenë sprovën, ja qenë sabrin, ngritë drejtë e lartë. S'më në arrin me punë të veta, e arrin me sprovë. Apo i madhi Allah dënë të spastraj prej disa gjënahëve të cilat i ka bërë këtë dënja, në mënyrë që kur vdes dhe kur del para Zotit, nuk ta ka as një gjëna. Pra ta ka në hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u la yazalu al-abdu yubtala hatta yamshi ala al-ard wa laysa fihi khati'a. Dhe robi vazhdon të sprovohet në familjen, vetën e vetën, pasuritë e tjerë, derisa esna për tokë dhe asnjë gjëna nuk ta ka. Çka ndodhi këto? Ju falen gjënaat. Po mund të jetë edhe një dënim për Zotit për disa gjëna që i ka bërë. Për shembull, para pak ditët e këne këto, që Zoti ftaft, o ngri. Vesh një natë o ngri. Neve nuk në dëmëtoj fizikisht, por bereqetë që e bëni, kjo është dënim për Zotit. Për gjënahet tona, këto për dimini. Sepse Allah ka thonë, wa ma asabakum mi musibetin, fa bima kasabet aydikum
o jafu anë këthir. Belat të cilat i godasin juve me sebetet, janë për duarve t'juve. Dhe me gjithate, kjo është pak, sepse shumica për të Zotu a fali. Kështu që, për ata është të sënet, robi, kër e gjëmë do një ligë, me thonë Allah më një dhalim të nëfsi, fa të raftu bi dhëmbi, fa këfër li, fe inë hu la këfër dhënu bilandë, o Zotë nuk më bo vetë të zëllëm. Edhe, ndoshta keq më do dhe tash, e breva dore në gishtin, e rëzova, theva kryt e kamte, është për qatë gjëna që e bona. Subhanallah, ulemat e selefve, ata kanë qenë njërës tjerë, dhe të me përmenda dënë se është shtirë me arritë, e pa mundur është gati me arritë ku kanë qenë ata për me ndjekë s'paku gjurëm të tyne. Ata kanë thanë, ne e vrejmë në gjënahin tonë edhe të gruja, edhe të thmija, edhe namaz. Namaz natë, nëse të që është namaz natës. Pas në bëjë gjëna ditën, së më në zëtë, më bëjë në haram namazën e natës. Më bëjë në haram namazën e natës, sepse ditën pas në bëjë gjëna dikën. Ose, dhe me dhonë sadaka dikën që ka menja, bëjë një pun të hajrit. Por, që ka ndodhë, të këndodhë tikë. Tikë, të mërë dikush, ose të harran, ose dhe thosë, Zoti jam, s'ma pas ka shkrutim fitu une, sevap, ma bëna haramat sevap, nashta për gjënahve të mija. Ose, del djali i halit, i lazrun, kune për e fajnë, mas pari veti le fajnë. Veti le fajnë. Thuj gjënahat e babës, qeko djali. Qeko djali. Se pas qenë baba në rrugë të Zotit, i edukuar, i dëvëtshëm, nuk është e pa mundur djali me shku, po është shumë rrallë. Jashtë zakonisht e rrallë. Dhe kështu me rrallë. Po, se këti me gjatë është fakt. Të lexojmë disa pyetje, të cilat na kanë arritur në redaksi, tash se po flasim në telefonata, kush duhet të jep selam i parë në telefon? Kush duhet të mos selam parë në telefon? Po. Ha. Që qel telefonin. Kush e pranon telefonin? Po, vend që më thonë ale, më thonë selam aleikum. Sepse gjithmonë qaj që i pare që fletë, që jep selam. Allah nderoft. Mos i hak motrës telefonuese që ishte hoxh, që tha shpiket që kanë shpik për mu. Po, e tha për kanë shpif, diçka i motër. Dhe po thu se ai zotni Allah e falt, cili ka shpif, nuk flet me vëlla. Tash po në real. Nëse nuk flet me vëllat vetë, po ti gruja huja je, gruja fisit, kush jeti? Apo? Në njëri cili slet me vëllat vetë, e që me të hatri mu, që më një huji, apo e huja, nëse ndaj me nuk sillet mirë, apo edhe shpif, heq hatri s'pa mjetë. Po, se nëse në bazë. Apo, thë ndryshe, në njëri cili për shembull baba nana ka respektan. Tash unë më prejkë se më shajti mua, ja si fije type. Sa mos këm prit pitina më përqafu muaj, aj baba në nanëve nuk dhe me një për ta. E kush e mon? Muaj më përqafu, nëse më ledha ta, nëse ka interes. Kaq? S'pa që ta të rehis për mjetë. Pra, më njësë nga parimet, në bazat, që është e tjetër, të kanë shpifa, të kanë një këtë copë. Po da të kanë një këtë copë, se ne kena, në shqiptarë të kena, me bëmë në thotë dhe kështë të zi, mo, kuku, s'ka kështë nga pajtonë, po ka dalë brët, nuk ka bo bërnami, ka dalë.
Po në pas që thonë zi, anë dhe që të koqiki, që për ki qef? Të kanë shpif, të kanë pa, të kanë akuzu. Veç për të vetë vetën të ande, ose në alë me ndo, a jemën e që ashtu ju, o zëtë, alhamdulillah. Se a ka mujtë me qenë e kondër ta, ti me qenë që ashtu, për tjertë me të mëndu që je mirë, me mëndu që je mirë. Ti një me qenë jo e mirë, në e farë veprimi këtë atë djone, për shambull, shpifin se ke vjedh, se ke mashtru, se ke bo magji, për shambull, apo? Që rasin do dhe në për familje, dikush po e thët, filan konata se gure midis më ka bo magji mu, e që është shpifja randë, kjo është akuzë randë. Por a ka mundësit kundër tënë. Runa zëtë, ti me qenë me bo keqë, për tjertë me thonë, s'ka kësë gruje. Ka mundësi. Qatë kërën puna ja? Qatë kërën puna ja që ta më lënë zotit e njerë, qatë kërën puna e shkret, kërse ta mushë zotit vorën zjarën, bre. Po kush janë njerëzit, bre? Qatë kërën punë, ty me ta më luë e zotit para njerëzve, në shala në më lënë të natë këqijat, po në shala si bëjnë a heqë, dhe shala pëndohëm, e falë, e na falë, e zdesëm e to. Sa nësë përdojnë Allah më në e qitë, por këtë fjallët e krahëzimi. Ta është këtu për më thënë mu që i rëndës, ose ty, ose asajna, ose këtë të dijune, pa kanë. Për jo, zatë, alhamdulillah, që se kam qatë behane. E dyta, alhamdulillah, që unë nuk e akuzu dikend, por mund kanë akuzu. Sepse ty shtë kanë akuzu, të rëndojnë psikikisht, për nga ana se vapeve të ngritë është e Zotës pastrosh. Me pas qenë të kondërten, të veç i shëranu të Allah Azza wa Jall. Dhe ka lokta, mëse mërë, nuk ka ko njëri u gjatë jetë e Zotë, për marë, me mja kushtu 10 vjetë, 15 vjetë, jem shpifi, jem thaj, po lejo vazhdo jetën e hajtë. Sa dhe fletin sanë një fjallë, burë e gruje, dikur i kalën e harrën e hajtë. I meqmi të kalën sen, sepse sot populli koha i shëran plakt. Ta ka kriju një plakt të konatët këtë rast, ose këta dione, për para konet i kanë rrej konatat bre. Pasha Allahën i kanë rrej qëku që kanë rrej, për flak i kanë kapë. Psa nuk i lëndua të nana tona shpirtnishta, për pas që në lëndu fizikisht që ka dhimt. As i lëndua, po të njerëzin kamare. Mirë, po e kam përballu, dhe qysh ne kanë menagju, një javë, një muj, 6 muj, më 2 vjetë, dhe kur të e mas 20 vjetë, 10 vjetë, 5 vjetë, i ka furë konatit, do shta smjet vetë se ka kalëzu. Jo, mës të shti bele me migjen, se kanë migjë, budalë kë, këj 30 ka gjithë, këj tyben ka pas me në kërë, këj me pas me nuk e rej konatën, po thmija kanë migjë. Dhe dikur e të regën plakat, e kur plakat të regën veç formë njarja je, por nuk e ndjen dhimbjen. Sepse kohaj, kam jukuj, ka shëru plakt. Kësa e thënë gruj meqme. Kjo është gruj meqme. Nërsa e kondër të asaj është kur i kallë dynjan, pse më thamë për mu i kisyt e zi, më ka thana i se fali ku ishe mon. Arre mërqate se. Se ti e one njerëz jena na. Na jena njerëz. Ta po do këtë vetja që jena na letërët bardhë që shto s'kem mas një njolla. Njerëz jena na. Bo a kje këta ta kanë thonë për një të keqen, është ta në 50 i kena që s'ne i din këta bre. Andaj më në me në gjursen, më thënë, Allah i drejtoft, u zoft, rëndum kanë, bërë se akum pas, po Zoti i falë t'i drejtoft, që ka me ba? Qa me ba? Alo, salamu alaikum. Aleikum selam. Jam një vëlla musliman prej Slovenisë, dashta me bë një 2 pyetje për hoxhin e nderuar. Po urnoni? Çfarë klasnicën? E para është a pranohet leximi i Kuranit shqip gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, a pranohet si hatme? Po? Edhe e dyta, sa dëgjova një hoxh i Maqedonisë, shqiptar është, të tha ka ona martesës e nisi të folën lidhje me qik të agjës. Tha qika agjës është dhe më thonë e lartë, edhe qaj si e mohan martesën me qik të agjës
del për dinit. E dashta me ndigju për doktor Hoxh Sheqet Krasniqit, çto dy pyetje me Po ku e ngova të i gëzun kash, po ku e ngova, po ku të qëllëja? Sot. Thuj ma ka qitë YouTube atë, ta ka qitë, atë këta ka qenë thënë këty në farë, ta qetë dhe ti. Në YouTube. Allah e trujt. Pashe me një përgjigjen dhe këshillën për Hoxha, faleminderit. Allah e trujt, Allah, Zot e trujt. Po brese në hargju qikat, nuk ka gra, më marë të kërkoni në hargjua, dhe si ko të Hazret Ademit. Kohës të Hazret Ademit, alayhi salam, ka në transmitimet se lefe, se Ademi ka pas 40 fëmijë, 20 fëmijë. Dhe këtë tërgjime dhe kam cek në librin në tërgjimet e pejgamberve. Po këti ka pas bineq. Pas të e thuhet shithë, kër kanë linë ma sandej, nuk ka qenë binak. Tjerë kanë qenë binak, pa ka linë ma vonë. Ka linë duke një 300 vjetë, shka parasë me dhe Ademi. Ademi ka jetu 1000 vjetë. Edhe ta shëdoft, Allah i ka thonë Adem dhe të martu të vlad me zveti, se dhe të mështu dynjaja. Por sa da pak me largu, kë vlad që ka linë në një barkë, në një barë, me këtë motër, nuk bërë martu me të, do të me një tjetër. Aje me këta, kema ta dhe kështu me ratë ciksak. E ta në ka arë gjelëzia të Habili. Ku Kabili ka gjelëzu Habilin pëse pja mërë motërën. Binakën e sajna, binakën e tina. Kështu që, në kotë të Adem të lesiram jena, letë mësele, Zotë e falët atë Hoxh, kush do të qoftaj, Zotë e falët atë, e na falët neve, e na përmirësof gjendjen tonë, por kjo nuk është në regull me kriju huti tek muslimant, nuk është në regull. Nuk është në regull me kriju huti tek muslimant. Ka ardhë në Fethul Bari, Ibn Hajeri dhe cekët në shumë libra, në disa libra. Bërim në sakt për mësë, Fethul Bari kam lexuar, por bërim e tjera të sakta tjera së më kujtohet, për pas këto, ku Aliu ka thonë, që për thonë Shqip, folën njerëzve, se mbas asaj që ka plegjika, e të ridune një kedhëbë Allahu wa Rasulu. E të ridune e një kedhëbë Allahu wa Rasulu. Folën njerëzve, si mbas legjikës tyne, mentalitetit, njohurive, sa ja banë. E të ridune një kedhëbë Allahu wa Rasulu, apësa mas valë për dëne që të përgjin një shtrohet Allah pejgamberi tina. Pra, njerëzve do të mjaftë tërgu dinin atë se bajnë ata, sa arrin me kuptu, sa. Për ndryshe, njerëzve dinin përgënjështru gjanët, dhe momente që përgënjështran, pa vrejt del për dinit. Është fjala Aliut, e të ridune një ka dhe Allahu wa Rasulu, a dëshë tjo që të përgënjështruat Allah pejgamberi tina. Për ata, ne thime atje në terminologjin fetare, fikhu dave, përdojmë një term ne atje. Fikhu dave është, bëzishtë që përshme thonë, dhe të me ditë që me thirë fe, dhe të me ditë që është me aspegu njerëzve fejnë. Me njoft fejnë është diqka, me ditë me spjegu është diqka tjetër, është e veçantë. Ta shpethëm e të fjalluarin temë, si bovë që temë atje, të katonë, dhe s'po di që me thonë me shprejet, s'po di që me thonë me shprejet gjuhës asfaltuar. Pra, me njoft fejnë, sikur se me mësu Koranën për mesh është diqka, ta me ditë me komentu Koranën është ilm dijen veti. Tamam? Edhe tek punë e fesë për gjithësi, me njoft meselet e fesë, është shkencë, është ilm, është dijen veti, që do të mund i madhë, por do të një mund shumë i madhë,
me ditë qysh mja plasu, mja përsil të tjerëve. Metodologjia thirrje. Shumë është në rëndësi. Sepse kemi shumë sene tani këto të cilat me kohë ndryshojnë, si mbas rrethonave, si mbas vendit, si mbas kohës. Kem kallablak mesele të cilat ndryshojnë. Për shembull, pa dash me të thëmbu ty, as kërkon. Por me qenë se të kam për para qëto. Me pas qenë të para mas lutës dytë botërore. Veç, vitet e 50-at. Dhe më kanë vesh të me që të krevat si hoqë. Ose, qatë këshën thonë njerëzit? Po dhe thjesht, qatë këshën thonë njerëzit? Komunist. Të lutëm, sa mirë. Këa, që komunistja, yk, se komunist. E që ndryshe e sëndë? Sa të kërështë, nuk thot komunisti, po thot pedante është që e hoqë, që e vebija. Që e ishë pedant, ma pedant se hoqë e ishë. Në është të thuj, se që ashtë është, se ti je pa pedant se onë. Tamam, sa nuk thot kërkush komunist. A shef, të është ndryshën senet. Madje, kepi o gjallarë, cilë kanë thonë atë kështë, haram e vënu krevatën. Krevatë që thënë shqipë sajna? Kollarën. është haram me vënu. Sepse për në gjanë ka urrav, komunistav. Në të sena kanë gjallë për pëtë, të regojnë. Pëtë, a gjallarë të vjetër të regojnë. Haram. Qysh për haram? Për shfar arsye, sepse që për në gjanë komunistav. Au. E me kanë komunist është haram. Andaj edhe nëse për gjanë është haram. Por sot asë një hojsh nuk thëtë qështu. A ndryshe fetfaja? Kollar është i njëjti, por fetfaja ndryshaj. E për punën e Koranit tha me lexuar gjuhën shqipe në Ramazan, jo i nderuar, nuk është hatmaja, as në Ramazan, as jashtë Ramazanit. Koranin në gjuhën shqipe, ai nuk është më Koran. Ai më nuk është Koran. Nëse themi ne, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. A kënova Koran? Apo? Kusht nin këtë dynja? Kusht e nin këtë dynja? Thët, hoxha se që njeri lexoj jetët e Koranit. Ta nëse din që ka emrin Fatiha, thot e lexoj Fatihan. Por nëse themi, falënderimi i takon Zotit të gjitha botrave, të gjithë me shërshmit, me shërbërësit, sënduesit të ditës së gjykimit. Që Koran nuk ka? Ndash të e shqip, ndash anglisht, ndash turqisht, ndash fardush gjuhet botës, këmë në Koran, këmë Koran nuk është. Këto një bëjnë 2-3 zbojnë, kë Koran nuk ka. Kjo është kuptim i fjalëve të Koranit. Kuptim. Ka është përkëthim se, kuptim. Andaj të s'pëllëzën Koran. Të pëllëzën kuptimin e ajeteve koranore. Kuptimin e fjalëve të Allahut. Jo fjalë të Allahut, kuptimin e fjalëve të Allahut. Andaj nuk është hatme. E a ka sevap? Kërkush nuk tha që s'ka sevap. Nuk thamna që s'ka sevap. Por nëse me ndonë të mu konsideru hatme, jo i ndëruar, nuk quhet hatme kja. Lezën, përfiton, mësën e tjera, mu hatme nuk quhet. Do t'jemi qartë. Po. Po gjam dojëm, para se të marrim telefonatën e fundit, të lidhem në nënpytje me këta. Kemi disa që kanë bo shkojnët në latinisht. Gabim i madhë është ta punë. A bon pak për shta? Ajo është gabim shumë i madhë. Është gabim formën tjetër. Nuk i kanë përkthyje, e thonë është Koran, që është pëthemi tashtë, por, shumë pak me heret, por, jenë munduar Koranin komplet me ja u letësu njerëzve duke këthyje në shkone latine. Kjo është gabim fatal. Kjo është gabim i të mërshëm. Dhe këta nuk pa ta thëtë vetë Shefqeti. Unë ka marrë pjesë në konferencë ndërkombëtare. Në lidhje me përkthimet e punimet e Koranit në përgjuhë të ndryshme të botës. Dhe kam bërë edhe vetë një punim.
po ke punë mëte, në 2000, 2001, 2002. Tamam. Në një konferencë 3 ditore s'kam harru sa vallahi, në Medinën Munawwara, Medinën e Shajt, në bekuar. Dhe kem pas delegacione, punime shkencore për krejt botës. Dhe në atë konferencë, për gjërat e cila vënë dole, dhe isha vesa kësha krysë dime të në. Një horit e mija kështë nga shumë të bojnë rrëth të në shkenca që kam mësu, por që të se kësha pas një, ose se kësha kuptu në që të rangë. Edhe për përfitimeve që dole, pas taj edhe gjatë punimit tim, edhe masana im kara, edhe krejt të lematit dynjas, të hershme dhe dhenshëm, e ka ndaluar që Korani të shënohet me shkronja tjera jashta shkronja arabe. Tamam? Ebu Hanifja ka një mendim të veçantë shumë të ngushtë, i vetmi. Pa e ka të bëj me në faljen e namazit në gjuhën persiane, me thonë Fatiha në gjuhën persiane, me thonë gjuhën shqipe. Ebu Hanifja. E ka këtë mendim, por se kanë zanë se të tive që e ka vetë, dhe atë e ka Ebu Hanifja për raste specifike kur del një persian. Ka thonë persian të ashtë edhe tjera, edhe shqipe, italisht të tjera. Nëse njeriu nuk din kur gjatë zotit, as elhamdulillahi rabbil alamin nuk din me thonë. Sa s'din për fe, fjallë Koranit, ama bo musliman, apo është musliman dhe dënë më falë. Atë presëm ne dhe t'ja mësojnë atina Fatiha në shkronja të ande e këndej, apo me njëherë më falë, me njëherë më falë. Tamam? Pra është rast shumë i ngushtë. Për ndryshe, më këthina të qafash konferenca atje, dhe kemi dalë në përfundim, në konkluz, dhe kam lexuar për thashtë për më herët, për më vonë, punime tjera shkencore, për librat vjetra të reja, se asnjë prej ulemave nuk ka thënë se lejohet të shënohet ulemave me hemen, se lejohet të shënohet Kurani me shkronja jo arabe. Biquaj kushtimisht latine për faktin se në Evropë kena alfabetin latin. Asnjëherë, po preashtim bëjnë vetëm në raste derisa të mësohet me falë njeriu. Për shembull, ti je hoxha ose filan e hoxha është imam atë do të më mësohet njerëzve namazin. Nuk është logjika jo punë. Me thonë njëherë mëso alfabetin, e me mëso me lezo arabisht, e me mëso përmen Fatihane, në atajnane të kulluvallanit të tjerë, e kullauza, ta në ismë falë, se e më zxatë më të mëtë, 6 muj, a kë asë një dit nuk zëmë shti namazin. Asë një dit nuk zëmë, asë vakti nuk bëmë ikë. Andaj personit të tilë, tia shkruan me shkruan në latine, sepse është nevoj, e cila zbret në rangë në dëmëzdëshmërisë. Dhe ne në shariatën islam kemi diçka disa rregulla fetare që quhet el hajatu tunazzilu manzilat ad-darurat amatan kanat khasatan, nevoja zbret në dëmëzdëshmëri, nevoja zbret në dëmëzdëshmëri. Pra bëhet e dëmëzdëshme leximi i Kuranit, një pjesë të Kuranit respektive Fatihas, Inatajnas, kullu vallahu me shkronja latine në mënyrë që me kry farzën e Allahut namazin edhe nëse nuk mujna me shqiptu një mirë, sepse me shkojnë latine, gjithsesi këna me bë gabime gjatë shqiptimit. Dhe kjo është arsyeja pse s'bën Kur'an me shënue. Me shkojnë latine nga se ja hupe kuptimin, krejt ja hupe kuptimin. Krejt kuptimin ja hupe. Shkronja gjuar alfabeti arabi ka shkronjat e veçanta, që që shkronjat e randa, shkronjat lehta. Gjuma një gjuhë në botë që ka shkronjat të randa dhe të lehta. Pastaj në gjuhën arabe, i kena njëta shkronjë është të randa dhe lehtë. Në gjuhën shqipe është vesh një. Në gjuhën shqipe ke një z, një d, një s. Apo e ke në gjuhën shqipe? Në gjuhën arabe, dy, tana ka 2. Dhe kuptimi ka në rebije krejt
krejt i kundërt. Andaj, ajo është krim, ajo është gjunah i Zotit me shkrue Koranin, me shkruan e latine. Unë i kupteta që kanë shënu qëllimin e mirë të tyne, por qëllimi nuk e justifikan gjithmonë metodën. Ja qëllimi. Qëllimin e mirë e kanë ata shkën që lutën të vorët. E kanë? Qëllim, po, s'kisha më konkretisht është, ja nuk puna në qëllim, nuk puna me konsu njerëzit. Në qëllim ata që shkojnë të vorët, në teqe të vorët më lutë atje, ata qëllim kanë të mirë. Spaku, ne ashtu gjykojmë, ashtu mendojmë, se typa ata në po shkojnë atje me shitmen, po njerëzit shkojnë për me bindje, me njetë mirë, se që kë i vdekun në teqe një mënë. Po, mënyra, rrugat që kanë ndjekur, është të shëndosh, do më thonë qëllimi ja justifikon rrugana, mjetina, ja asnjëherë. Pa e quhet shirk, dërpidinit. Andaj pse ke qëllim në mirë, nuk mjafton Islam. Ja, nuk mjafton. Po në qëllim mirë, kam falë din sabah, ose pa gjërën një 3 muaj për Ramazanin në një javë me herët një javë me avën pesgati. Ja. Qëllimin e mirë dohet si mbas asajna që ka është në korniza të fjales Allahut dhe fjales e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ndëroftë edhe pse minutat veç kanë kalu të limitit të kohës, po e kemi një telefonat që përna pret të bukur gjatë, edhe pranojmë telefonatën dhe pas kësaj na përfundojmë. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Apo më dëgjon? Po dëgjojmë, keni pyetje për hoxhën? Aleikum selam. Po i kam 2 pyetje që ban. Hade pak, se jemi në minutat e fundit. Urnane. Pyetja parë desha me ditë kujna i takon me i këshyr plet, e kam gjyshën me tezën e smut, dyat kanë nevojë për mbikëqyrje, e tash gjyshja ka qike, ka djem, po janë krejt martume, desha me ditë kujna i takon me këshyr. E pyetja dytë, këtu në Zvicër u ble një xhami me kredit, çfarë komenti ka hoxha? Faleminderit, Allah shpëleft. Gjithashtu, selam. Allah e truj. Gjyshja do të me këshyr djemt edhe qikat. Fillimisht barre e bie djemve, sepse qikat janë në fest huj, dhe do të me vetë burrat e përmarë me këshyr ka. Por në munges të përkujdeses e djemve, që është sat të shumë njerëz, që mos më pas qika të shkanë pështë plaka, se djetë se kanë gajle, runë në zëtë, në zaman një leg i punë, se punë i thënë zaman një leg, me pas një 3-4 djemë, edhe me majtë i mëtë në qika, e jo në djemë, vetë zotë e hajre paftë. E në zëtë dhe që ka bëhet, gjeneratat që vinë mas neve. E rëndësishme është, plaken dohet me këqyrë, o djemët, o vajzat. Përgjësia fillimisht të bje djemve, nëse ata nuk e kryjnë e manetin, do të me kalën të qikat. Nëse arrin me koordinu, është me mirë. Jenë për shembull aferat që mas e thanë Zvicër, jenë afer me zvete, edhe me shku me ditë, ose qysh tepet mundësia, ose edhe me pare më pagu. Edhe me pare më pagu diken, pashkaresh me mbledh paret, në mënyrë që më kujdes për nanë dikush. E rëndësishme është nanët me këqyrë. Nana nuk bën me hik. E punë e xhamis të trujt Zoti, e xhami juja që kam lë me kredit aja, ka hoxh. Po, ka. Po vetë në hoxhën atje. Allah nderoft. Ne kemi thënë për ligjin ton, për një 50 herë, po. Xhamiet me kredit nuk kanë rregull me bli. Nuk arsetohet e po. Qëllimi i mirë, prapë këthejmë në të mesin, qëllimi nuk e justifikan të mjetin këtu. Mjeti që është në njek, që është ndjekur mjeti rruga, për të qëllim të mirë, është gabim? është gabim? Gabim është. Muslimanët e kanë përgjithësinë, dinin e Zotit. E pjesë e dinit Zotit është xhamia. Në të vëdjësohen muslimanët. Letë vëdjësohen muslimanët.
Do të me vëgjësu muslimat, me shti këtu në kry. Ka hak ndaj xhamis, ka hak ndaj dinit, ka hak zotnijaj. Se me qakrat e mujer muslimojnë mirën e jem këtë, se me qakrat. Do të me dhanë për dinë zotit. Sahar përmen Allahu dhanjen fi sebilillah. Sahar përmen Allahu dhanjen fi sebilillah me dhanë për hatër zotit, për dinë zotit, se Allah s'ka nevoj. Sahar përmen. Pres fillimit Bakaras, dhe këtë erë në fund. Të ka dhënë Allah gjatë të mira. Mësë përkan gjendje 1.000 franga, 1.000 mishe, në vetë me qitë me lanë që aty. Plus shpenzime të tjera që ka pak kanë të rësi këta dione. Herë 5 vjetë bojnë 5.000 franga. Që sen, vesh, ty bënë marë, se me të adhën ty një drejkë dikon, në darë me të adhën dikon tyune, adë në sen s'bëhat. Ha më sen s'bëhat që tepi një darkë. Po së li për ditë me të adhën këtë darë, se në shtasmoj se bënera, sen ty bënë bëhat. Edhe këta 1.000 franga me dhanën në vit, herë 5 vjetë, bojnë 5.000 franga, herë 200 vetë, bojnë 1.000.000 franga, 200 antarë. Edhe blejtën. Pas një mis të jepin. I do këtë shumë shqiptarit tonë që jam Zvicër atje në Gjermani, ka një era se një frangë në muajt, herë 365 bojnë 365 franga. Dhe që në kraft për pjetë shqiptare atje në jepë për gjami. Që ha bënë të për gjami që jepë? 365 franga jepë për gjami të për që kraft për pjeta, marë bëtë një kush. Po është një Allah marë. Po djali një pjetë, së një pjetë. Me të lypë që të pare 2 herë, të jepë. Se lem të lypë herë në tretë. Dhe ty bëne veç ku për harxhan. A për shpit zëtit atje, me ta majtë fenë, hoxha, e gjamia më mirëmbajt, më kujdes për din të Allah, për dinin tonë i shkret, që ki bërç. Po për tonë, dhe për ne që kratë, thu që ke bu këmë ditë sa të mirë, ke bu vete, dhe s'ke bu sen fundja, jo, më shkujta. Po kjo më pak se një minimume, bre. Po në Kosovë mi dhonë, ka njerë në ditë, pasha Allah, për shumicën tonë nuk është shumë. Të fillu për meje. E pejteje. Nuk bëhet namena me dhanë ditë njëra. Nuk bëhet namena, ditë me dhanë njëra. Veç me organizu, ditë me dhanë njëra, o një pari, e dejtë e te shumë tjërë, pa Allah i shumë nuk është. E lenë Zvicër, se ka ndrogë një 5 hera 6 herë ma shumë sa të e one. Apo? Në vetë, 365 hera, ose franka. Qëka që manë kanë shqiptartë? Kjo me iman shkan. Kjo në shku me takat. Kjo shkan me iman. Vesh nëse këmë marrëm takat një iman. Me takat imanit. Me peshojt imanit. A njerëzit për dreq atje, për faqë që zeza gjynë pare sa dush. Me shku një këngëtarat në Gjermani. Një valtare këngëtarë është në vartë Kosovës që qënë kratë për pjetë. Sa jepin? Më rana nate. Një pjesë e ty në shkojnë në gjamia, në tarë gjamia vjenë. Sa jepin? Cëllë këngëtar për Kosovës shkën në Gjermën, Zvicër pa 4-5 franga. Cëllë shkën. Çdo javë, çdo vikend. Në për Gjermani, në Zvicër, ki këngëtar tojnë që shkojnë, e ja pleçkitin parët, e ata fryën të i dhanë. Aja që 100 franga, aja që 50 franga, aja që 200 franga, aja që prana natë. I njëjtë është antarë në gjami. I njëjtë. Në gjami diri dhe dora dhe kratë për pjetit që në këmë dhanë 365 franga një antarë i gjamis. A këtë se për men. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Shkan kje pun këto e njerës. Nuk shkan kje pun. Dini Allah të është në brenda, fillon këto, në shpirt, në loqik. Këto fillon. Këto. Pastaj shfaqet në mendje. Në mendje, logjik. Mendon për din. Ki der dinit. Reflektohet në zemër, rëdon dinin. Në gjymtyr, në goj. Deri të gjepi. A për din, tërë. A për din, tërë. A se kësyrë sa ja për din. Imana kë.
Pa Allah në e ka që. Së kush t'i dha. Kush t'i dha. Ka i morë. Allahu t'i ka që. E Allahu në lyp neve një pjesë. Po më në lyp ma shumë që shumë bëna. Ishëm bëhor të Zoti. Hor ishëm bë. Për ata Allahu nuk në karkan ma shumë sa që bajna. Amo, ka gjënat e cilat muslimat nuk bën më ranër tu, si fjallëve të gjamia. Gjamin dohet me ble muslimat. A me bërq, a me shtrydh veten, me marrë ha dikon. Bojnë që ka dojnë, gjamin dohet me ble muslimat. Me ka lëzo Allah, më thonë, Zoti jonë, dhe që ka bënën për ty. Që më thonë Allah, të bë për ty me kredita, jetë ty bënë ke bë. Nuk bëhet Allah me haram. Nuk bëhet Allah me haram. Pa fronë të të zëtën me haram, pa ja, Marja. Dhe që për ke punë i bjenë, sigur se marrë një farë enë kazan, për para ndarësma për para, në ka fëmi vogël, kur bëshin ndarësmat, mërshën farë gjëllë bërsi, e preshin një farë kaos, një bikt madhë, edhe 2-3 kazana 4 shëhret i madhë. Një kazan pasullë, një lakna, një gulashe. Hoj, Zotë, janë që farë shëhret i madhë. Edhe ta imagjinati, deli kësha që një thmiju se diçka Allah i ndërëf ty dhe këta shiku së ndërrua të respektuar, e hedh pak në dytësin në qatë kazan. Dvetën apo të hujen, që ka ndodhi? A, presh kajtë. Kajtë të presh! Na mune jam shef, sa verë më s'mi kalëzu. Da s'ma gjive. Pa, presh e pun. Kajtë të presh. Pra, gjithat masraf që bane, me pak e prishe. Edhe këto. Gjithë këtë pun që bojnë na për gjami, dhe në fund pja prezim dhe këmat, e pja frëmë Zotit ton, Allahu, inna Allah la yaqbalu sadaqatan min gululin, wala salatan min gajri tahurin. Allah nuk e pranon sadakan që asë është e pastërt. Nuk e pranon. Dhe se pranon namazin, pak që jeni pastërt, pa abdest. Në falin se zgjatëm. Allah më dërëft, faleminderit për përgjigjet, faleminderit për këshillat, lutem Allahun që të ndërë dhe të shpërblej. E kemi zgjatë pak, sa të na bën Allah, Allah shpërbleft, faleminderit shumë. Na bën Allah që të kemi mundu. Të dashur miq, ishim me emision Rruga e Ndriçuar me hoxhën tonë dhe tuajin, profesor doktor Shefqet Krasniqi. Duke lutur Allahun që ta shpërblej hoxhën për përgjigjet dhe këshillat e tij që po na jep çdo herë në emisionet tona. Deri në emisionet e radhës, mirëmbëjtje, paqe dhe selame për juve.